Miq, përshëndetje. Ndërsa viti i ri ka filluar, dua të ndaj me shumë gëzim dhe ngazëllim me ju që tavolina me ushqime shpirtërore nga Instituti Biblik i Shqipërisë është plot për kishën. Nga fjala e Zotit, Bibla me shkronjat të mëdha, në libra për udhëheqësi, si udhëheqësia shpirtërore, për disiplinat shpirtërore, kremtimi i disiplinës, klasiku i çmuar, njohja e Perëndis që e kemi sjellë në vitin që kaloi, disiplinat e një burri perëndishëm për burrat, dhe këtu është disiplinat e një familje të perëndishme që sapo e kemi lajmëruar dhe sjell në këtë fillim viti. Me mirënjohje vazhdojmë të sjellim dhe gëzim të lutesh me zjarr që kemi ribotuar gjithashtu gati për betejë, hapa sapi në përdhjatën e re dhe në përdhjatën e vjetër, faktori lutje pse hiri ndryshon gjithçka, për gjithë ata që duan të studiojnë shkrimet, studimi induktiv i Biblës, historia e krishtërimit në Shqipëri, dhe me të vërtet dy librat e çmuar të George Verwer, Revolucioni shpirtëror dhe Jeti për realitet, dhe për gjitha kishat, për të gjithë drejtuesit që kanë nevojë për materiale studimi, kemi materialet e çmuara dhe biblike dhe praktike të dishepullimit përmes seanit Jetë dritë me bëllëk edhe pastaj Jeta e Krishtit 1-6. Na kontaktoni, na shkruani, ka kaq shumë materiale të disponueshme për ju. Plot bekime dhe Zoti ju bekoft shumë në këtë vit që sapo ka filluar.